sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Medinë, i ka gjetë jahudit duke agjëruar ditën e Ashurës. Dhe dita e Ashurës është dita në të cilën Allahu ka shpëtuar Musën alayhis salam nga Firaun. Dhe jahudit agjërojnë këtë ditë. Muslimanët i thanë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo pejgamberi alayhis salam i pyeti muslimanët se çka bën këta në këtë ditë, për çka po festojnë këta? Ata jahudit u përgjigjen se na festojmë këtë ditë se këtë ditë Allahu ka shpëtuar Musën prej Firaunit. Pejgamberi alayhis salam tha, na jemi më meritor me festuar për Musën që ka shpëtuar Allahu se sa ju. Edhe nëse meriton dikush me festuar lindjen e Isës alayhis salam, atëherë jemi na muslimanët, jo ata të tjerë. Ata kur fort drejtë nuk kanë me festuar për lindjen e Isës alayhis salam. Ata kanë tradhtuar fenë e Isës alayhis salam. Ata kanë ndryshuar fenë e Isës alayhis salam. Ata i kanë shpif Allahu të Isës alayhis salam. Ata kanë thujt Isën Zot i cili nuk është të bosh krijesë kurse më nat. Ata nuk kanë kur fort të drejtë me Isën alayhis salam. E pse ata me festuar me të drejtë, kurse muslimanët me festuar sipas festimeve të tyre. Dhe fillimisht, para me dalë të festimi, krishterët janë në dyshime të thella rreth datës së lindjes së Isës alayhis salam. Sikur që janë në dyshime në të gjitha çështjet fetare të tyre. Ata kur gjë të sigurt në fenë e tyre nuk kanë. Në pjesë të tyre festojnë vitin e ri me 25 dhjetor. Në pjesë të tyre festojnë me 31 dhjetor. Në pjesë të tyre festojnë me 6 janar. Në pjesë të tyre festojnë me në pjesë të tyre me vol. E rëndësishme se ata nuk kanë ujdi, as nuk e kanë të sigurt se a vërtet ka lind Isa alayhis salam me 25, apo ka lind me 31, apo ka lind me 6, apo kur ka lind. Kurse ne muslimanët në aspektin e Kuranit i thojmë të gjithë, edhe ju me 25, edhe ju me 31, edhe ju me 6, të gjithë jeni në të pavërtetën. Për shkak se aspektet kuranore tregojnë se Isa alayhis salam nuk ka lind në dimnit, po ka lind verës. Tregimi i lindjes së Isës alayhis salam është nana e Isës alayhis salam u largu nga populli. Për shkak se Isa donte të lindte pa babë, ashtu sikur që dëshiroi Allahu subhanahu wa taala. Dhe Mariamja ishte e falur me shërby xhamis. Ai nuk ishte të drejtë me u martuar me pas fëmijë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala për shkak të duas së nanës së Mariamës, se nana e Mariamës kur boni dua që po e lën Mariamën për vakaf, tha atëre plus ty me mbrojtja dhe pasardhësit e saj ka shitoni madhur. A kjo s'kishte të drejtë Mariama me pas pasardhës për shkak se ka ishte vakaf prej nanës së vet me shërby xhamis. Megjithatë Allahu subhanahu wa taala e pranoi duan dhe dëshiroi që Isa alayhis salam të lind pa martesë dhe pa marrëdhënie dhe pa babë. Dhe populli akuzoi Mariamën se kjo njehje e ndershme, ashtu sikur që ishte e ndershme, mirë po kur mbeti shtatzon dhe ardhen kohët e lindjes ata akuzuan se kjo këtë ka bërë me moralitet. Ajo u largu nga populli dhe shkoi në nivel të shkret. Allahu subhanahu wa taala thotë se Mariama u mbështet për një trupi të hurmës. Pasi që lindi Isa alayhis salam, Mariama ishte mbështetur për një trupi të hurmës. Edhe kur e kapluan plagështit dhe likështia e pas lindjes, Allahu e tha Mariamës, mshoj trupit të hurmës edhe i ra në hurmët e pjekura Mariamës alayhis salam. E hurmët kur pjekën me 31 dhjetora, a me 25 dhjetora, a me 6 janara, po hurmët pjekën verës. Hurmët pjekën verës. Nëse meriton dikush me festuar lindjen, ma tepër se kishte merituar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e meriton kërkush. Mirë po kur nuk ka ardhur asnjë transmetim as nga Abu Bekri, as nga Omer, as nga Uthmani, as nga Aliu, as nga kërkush prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, as prej kërkulla prej tabiinëve gjeneratës së dytë, as prej kërkull prej dietarëve të hadithit dhe dietarëve përgjithësi se dikush prej muslimanëve të devotshëm ka festuar lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse këti nuk i lejohet me festuar ditëlindjen, e ku i lejohet me halal, e qysh i lejohet me festuar ditëlindjen e panjohur të Isës alayhis salam që festojnë këta, dha atë me haram. Për shkak se këta nuk e festojnë si lindje e një profeti, po këta festojnë si lindje e një djali biri të Zotit, o subhanallahi alazim. Mandej ata e festojnë edhe ringjalljen e Isës alayhis salam. Masi që thonë ata e mbytën të jahudit këmbisën alayhis salam, pas një periudhë 3 ditore apo 9 ditore, se ata s'vetë nuk e din apo 13 ditore, se s'kan cakt ata apet tu kurgjo, thonë Isa alayhis salam u ringjall. Allah subhanahu wa taala thotë po rreni.
wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Allah thot as nuk e kanë myt, as nuk e kanë kryqëzuar, por ju ka bë shybhe, ju ka dyshuar se kanë mbytur. Bal rafa Allah ilay, Allah ka ngrit Isa alayhi salatu wasalam. Wa ma qataluhu yaqina, ata nuk e kanë myt me të vërtetë Isa alayhi salatu wasalam. E qysh festohet ringjallja a dikuj që s'ka vdek hala? Isa alayhi salatu wasalam është i gjallë si u qenë Allah. A mund joni për njerë me festu ringjallën tema ose tonë? Po se nuk festohet ringjallja se s'ke vdek hala. Qysh do me festu ringjallën ti para se me vdek? Allah thot në Kur'an wa ma qataluhu yaqina. Ata nuk e kanë myt Isa alayhi salatu wasalam. Barraf Allah ilay, Allah ka ngrit atë në qiell. Në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se Allah kur ka ngrit Isa në momentin e rrezikut, kur erdhën jahudit me myt Isa alayhi salatu wasalam, Isa alayhi salatu wasalam vetë sa kishte dalur nga pastrimi, edhe i kishte flokët e lakta. Allah ka ngrit Isa alayhi salatu wasalam me flokë lakta, edhe kur zbret Isa alayhi salatu wasalam ka me zbrit me flokë lakta.